Dhe pas kësaj kronike hyrëse që na prezantoi me atmosferën e mrekullueshme të nisjes së lojrave olimpike Milano Cortina 2026 në Itali, një eveniment shumë i rëndësishëm mbar botror, në të cilin do të marrë pjesë edhe Shqipëria për herë të parë me 4 sportistë. Do të flasim sonte në studio me presidentin e Federatës Shqiptare të Skive, zotin Elvis Toçi, për të kuptuar më shumë përgatitjet që po bën ekipi shqiptar, por natyrisht edhe atmosferën që mbizotron në Cortina d'Ampezzo, aty ku pritet të zhvillohen garat kryesore të skive dhe të ekipit shqiptar. Mirëmbrëma një herë dhe faleminderit. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët, sepse literalisht sapo keni mbërritur nga Cortina d'Ampezzo. Bilet me që jemi live, njerëzit do të çuditen, para pak orësh në Austri, se dje kishim në darkë kishim garën e radhës Kupës Botës, dhe me njerë jam këtu. Shumë faleminderit për këtë sakrifisë, por besoj që e meriton përfaqësimi i Shqipërisë në këtë eveniment kaq të rëndësishëm dhe këto 4 emra sportistësh të rinj që do të garojnë në Cortina d'Ampezzo. Kush është veçantia? Do me thënë, lojra olimpike, Shqipëria ka marrë pjesë shumë herë, 4 herë me Erion Tolën dhe Suela Mhillin, një vajzë tjetër, dhe Deni Xhepën, lojrat e fundit në Pekin. Por veçantia e kësaj olimpiade është se jo vetëm kemi rritur numrin në 4 sportistë, sa shumë pak federata, vendet lokale për shembull Maqedonia është me 1, Kosova me 2, Greqia me 1. Edhe Greqia me 1. Dhe Greqia sepse nuk arrin dot parametrat, siç edhe ne vuajtëm në Pekin, për shembull nuk ishim vajza që arrinin parametrat e garave. Flasim në skit alpine, sepse ata Greqia ka dhe disiplina tjera që merr pjesë, por ne si Shqipëri marrim pjesë vetëm me Federatën e Skive, vetëm me skit alpine. Pra, veçantia është jo vetëm që kemi rritur numrin, por për herë të parë Shqipëria jonë e vogël hyn me ambicie për të marrë medalje olimpike. E thënë kjo para pak vitesh, bile unë që kur ka marrë detyrën para disa vitesh, thash objektivi ynë kryesor është që të hym jo si pjesëmarrës, jo vetëm jemi aty për të ngritur flamurin dhe për të bërë një parakalim. Ambicia që në kryet herës ka qenë që ne të marrim një medalje. Por nuk pas ka qenë e thjeshtë, kësa radhe nga ka busjesht dhe fati, sepse të kesh Lara Kulturin në skuadër, për të shpeguar teleshikuesve, është si të kesh Mesin në skuadrën tënde. Dhe është fat historik që ne kemi një sportiste të një kalibri të jashtëzakonshëm, e cila vjen me një paket të jashtëzakonshme që janë prindit e saj, që janë trener, me një staf teknik të jashtëzakonshëm. Pra ne kemi për herë të parë dhe mund ta them me bindje të plot që është sportistja e parë elitare e niveleve më të larta që ka Shqipëria jo në ski, po mendoj në shumë sportësh. Atëherë, meqense përmendët Lara Kulturin, do të qëndrojmë pak tek ajo, sepse ajo është e bija e Daniela Ceccarelli, 2 herë medaliste e artë olimpike dhe bën pjesë ndërgarueset më premtuese të skive botrore, siç tha zoti Toçi. Ne kemi një letër që Daniela ja dërgon së bijes Lara Kulturit, pikërisht pak ditë përpara nisjes së lojrave olimpike dimrore dhe përfaqësimit që ajo do t'i bëjë Shqipërisë, edhe pse është italiane. E ndjekim letrën dhe kthehemi përsëri. Zoti Toçi, një letër shumë e bukur, mallëngjyese, një letër e vërtet nga thellësia e zemrës e të ëmës kësaj kampione italiane për të bien Larën që ka mundësi tani më të jetë kampione e Shqipërisë në këto lojra olimpike. Sa shanse ka? Ka një histori shumë të bukur aty, që unë duke qenë pjesë e familjes i di të gjitha, në momentin që ajo ka dalë kampione olimpike, Daniela ka qenë shtatzan me Larën 2 muajshe, po pa e ditur. Dhe prandaj edhe filmi dhe letra që ajo i ka shkruar që atë ditë t'i e projektuar si kampione dhe t'i e projektuar i e lidhur me mua së bashku me skit. Është fat i madh, thash dhe në fillim, është fat i madh që një Shqipëri e vogël të ketë një talent kaq të madh. Ne i kemi krijuar gjithë kushtet, ato që ne kemi në dorë, qoftë financiare, qoftë qetësinë, qoftë teknikën, qoftë pavarësisht presioneve të jashtëzakonshme që kemi pas dhe nga Komiteti Olimpik Italian. Dhe këtu gjej të falenderoj dhe Komitetin Olimpik Shqiptar, zotin Fidel, që së bashku ne qëndruam dhe me gjithë mundësitë tona financiare arritëm të mbajmë Lara Kulturin
në këto lojra olimpike. Dhe ndihem shumë krenar sepse për herë të parë ne si federat kemi marrë një iniciativë të çmendur do thosha, një federat që transmeton së bashku me televizionin publik shqiptar garat e Lara Kulturit. Kjo ka qenë iniciative imja sepse gjithë kjo punë, gjithë kjo përpjekje, në qoftë se nuk bëhet televizive dhe nuk kanë faj, qoftë televizionet, qoftë shqiptarët, pa e ditur që është gara e skive, nuk kanë si bëhen tifoz. Dhe jam shumë krenar që vetëm në 10 gara që kemi transmetuar, është rritur numri i adhuruzve të skive në një numër të jashtëzakonshëm. Dhe kur ke dhe Lara Kulturin, kur shef dhe Shqipërinë, ne ndjekim gara Formula 1, por nuk ka shqiptar aty brenda. Ne ndjekim futboll, por nuk ka asnjë shqiptar aty brenda. Në disa ekipe ka, por nuk kemi Shqipërinë aty brenda. Krenari, siç na jep kombëtarja e futbollit dhe skit, po arrin ato parametra. Dhe mund të them me bindje që Lara është personi sportiv shqiptar më televiziv i gjitha korave, s'ka javë që Lara Kulturi nuk është në Eurosport, në Rai Sport, në Sky Sport, në të gjitha mjetet dhe rrjetet sociale të tyre dhe televizive. Dhe çështja e rinovimit të kontratës së saj ishte gjithashtu objekti i kronikave televizive të Rai, të Mediasetit. Unë kam qenë në një presion të jashtëzakonshëm, sepse të gjithë yllin e duan për vete, duan të absorbojnë. Dhe është një presion shumë i madh, sepse ne vinë edhe një federat me buxhete shumë të vogla, jo për fajin ton, po edhe për konceptin se si është ndërtuar ky lloj sporti, për sa kohë nuk kemi pista dhe nuk ka, është hera e parë që ne po kalojmë veten ton, qoftë në mendim, qoftë në konceptim, qoftë në menaxhim, dhe jam, e them vazhdimisht, i bindur që kemi bërë punën më të mirë për interesat e Shqipërisë, dhe kemi bërë një arritje që inshallah na shpërblehet me dhënë Zoti që në Olimpiad, ne të gjithë këtu të këndohet himni shqiptar, Lara e ka gjithë shanset. Domethënë ne do konkurrojmë me të njëjtët vajza që konkurruam dje në darkë. Në këtë orë dje sapo mbyll gara, pra jemi për ditë ne kemi lojra olimpike. Po, dhe përveç Larës, e meritojnë t'i përmendim edhe sportistët e tjerë që do t'jenë me të dhe do t'garojnë, Deni Xhepa, Semire Dauti dhe Liza Brunga. Si u ndërtua ky ekip me këto elementë të tjerë, të cilët janë gjithashtu talent në ski? Para njerë të jam shumë mirënjohëse, se pavarësisht është takimi jonë i parë personal, je gazetarja e parë që je përgatitur me detaje dhe njifke çdo je impresionuese, se zakonisht do kemi pistë skish në Shqipëri është pyetja që më bëjnë gazetarët. Që me ardhjen time, unë kuptova një gjë. Në Shqipëri ne nuk kemi teren për gjetur skiator. Pra, s'kemi këmban, po nuk pate pista skish dhe po nuk pate teleferik, përfundimisht ti nuk mund të ndërtosh të ardhmen e një sporti. Në fakt, u habita 2 ditë më parë, se me që ra borë në gjithë Shqipërinë, në darkë të Korçës, pamjet e kronikave televizive tregonin dhe skiator, skiator modest, me thash si ka mundësi që bëjnë skia. Ja, quhen skiator Instagrami, janë dy terma të ndryshme. Domethënë, edhe unë jam skiator amator si ta, por të hysh në pistat e skive, të hysh të garosh, të dedikosh jetën një sporti, nuk është e thjeshtë. Pra është tjetër gjë skijimi turistik dhe skijimi për sport zanat. Ku përgatitet ekipi olimpik shqiptar? Ku postërviten? Ja, se të flasim për secilin nga vajzat dhe djalin dhe natyrisht dhe për Kevin Qerimin dhe një djal tjetër që fatkeqësisht nuk arrim dot të kemi kuotën për të futur dhe Deni dhe Kevin. Liza Brunga është një prurje tjetër, ka lindur në Kanada, është një vajzë nga Lezhë, me 2 prindër nga Lezhë, që i përshëndes. Po jetove në Borë, s'ka fëmijë, dhe është i vetmi sport që bashkon gjithë familjen. Domethënë, s'ka mosh, edhe gjyshi dhe mbesa dhe babai dhe nëna mund skijojnë. Pra, domethënë, në të gjitha këto vende ku ka Borë, është i vetmi sport, nuk mund të luajë futboll dhe gjyshi dhe nëna. Po ski mund të bëjnë edhe gjyshi dhe bile unë tani nga vija atje, ishin gjenerata të tëra, gjyshi tregonte teknikën, është një sport që bashkon gjithë familjen, po është shumë e vështirë për të shpjeguar kur njerëzit nuk kanë bërë ski vetë. Është një adrenalinë e jashtëzakonshme. Por, Liza e vogël
mori pjesë për të parë u regjistrua vjetë me Shqipërinë, sepse ne po krijojmë, po skautim në të gjithë botën ku ka shqiptar ose me origjinë shqiptare dhe që nga shumë e vështirë. Dhe kërkojnë dhe pranojnë që të garojnë me flamurin shqiptar. Një rast të vetëm kemi pas nga Rogozhina, një familje, bile ishte në surprizën time, po është drejt e tyre dhe e respektojmë, që nuk pranuan, ishin 2 djemë shumë talentuar, të cilët bën gara me ne kur ishin të vegjël, dhe në një moment saktuar thamë do ikim me Italinë. Por natyrisht nuk kanë shanset që do kishin me Shqipërinë, do të ishin sot në lojra olimpike, do merrshin pjesë në shumë gjëra, domethënë ata pa dashje kanë shkatruar karrierën e tyre, por që është e drejtë e gjithkujt ta zhvillojë si zhvillon Lara, një italiane që është e naturalizuar shqiptare, zhvillon karrierën me ne. Ky është një zanat në fund ditës, pra nuk duhet ta shohim vetëm me shqiponjë me duar dhe patriotizmi. Jo, ky është një zanat. Si që emigrojnë shqiptarët në çdo vend botës, pse mos emigrojnë dhe të huajt këtu. Pra unë e shoh. Dhe kemi rastet e peshngritësve ukrainas në Shqipëri. Peshngritësve, të mundzve, domethënë është një krenari kur dikush mendon të zhvillojë për interesat e tyre është e padiskutueshme, pra nuk kemi pikpyetje se thon gjithë kemi problem kur njerëzit kanë interesa korrekte. Të zhvillosh karrierën, ne duhet gjykojmë gjysmën e Shqipërisë që punon jashtë. Domethënë ti mund të gjykojmë neve dhe kjo është e bukur. Shqiptarët gjykojnë një të huaj që vjen. Federatës të skive që keni arritur të mbledhni këto element dhe t'i bëni të garojnë për Shqipërinë. Jo, ata të 3 tjerët janë shqiptarë. Domethënë të 3 tjerët kanë, domethënë Deni Xhepa, themi ngelemi ke Deni, se Deni është potenciali tjetër që presim të shpërthej të na hyjë në kupën e botës. Kupa e botës është niveli më i lartë i skive dhe Deni është shumë afër për të hyrë aty. Po është një shkallë që me zi ngjitet. Deni, së bashku me familjen, Deni ka lindur në Sestiere në Itali, tamam në të njëjtën shkollë, ka bërë të njëjtën shkollë me Larën, bile një nga arsyet ku unë kam kontaktuar me Larën, me familjen, ka qenë pikërisht Sestierja, aty është dhe Kevin Qerimi, dhe Deni, dhe unë mund të them është kryeqyteti shqiptar i skive, afër Torinos. Është shumë afër. Natyrisht, ne kemi mangësi si federat për të t'i ofruar trenimin në nivelet më të larta. Pra, me Lara ne kemi këtë fatë se vinë i gatshëm grupi trajnerëve, kurse në vetvete do buxhete mbi €500.000 për të krijuar dhe Deni të njëjtin shans. Pra, imagjinohet çfarë sporti i shtrenjtë është që ti duhet të mbash trajner për secilin nga këta sportistë, më vete. Tani ku po hyja në emision me emocion shumë të madh, babai i vajzës tjetër Semires, më thoshte Elvisët, çfarë duhet bëjmë që vajzat të rritet në një nivel tjetër, sepse ka marrë një hovë, do jetë në lojra olimpike, ato janë vajzat vogla të 2-18 vjeç, janë shumë të vogla. Do t'i lakohet edhe emri në për ato rjetet? Lakohet e emri, mund të fillojnë dhe ofertat pastaj? Është ëndër, unë jam prind, do kisha ëndër që fëmijët e mi... Nga komitetet e tjera? Jo, se nuk janë ato nivele, pra nuk është e thënë, po është një nder që fëmia jotë të marrë pjesë në një olimpiadë. Është ëndra e çdo prindi, ëndra e çdo sportisti. Ka sportistë që të shkretet do largohen nga kjo karrierë, po nuk do marrin dot pjesë në lojrat olimpike. Ka disa pista në këto lojra olimpike janë shumë të vështira, sidomos ato në Bormio. I kanë skiatorët shqiptar, e kanë përgatitjen e duhur për t'i përballuar, se janë goxha të rrezikshme. Ani, të rrezikshme janë, unë po ju them dje në garat që ishim dje, Lara bëri një gabim që mund të thyej dhe këmbët, dje gjysma e sportistëve dolën nga gara. Larg qoftë se ndodhi aksidenti, mbaj mend në janar pak kohë pasi kampione së botës italiane, si harrova emrin. Dhe ajo fillon Brignone. Laura Brignone. Tani fillon për herë të parë dhe bile për fatin ton të keq, ajo bëhet gati për lojrat olimpike. Domethënë ne kujtuam se do zgjaste edhe pak, pa ajo po vjen. Ai kishte një thyrje shumë të keqe. Shumë të keqe dhe është 34 vjeç, pra imagjinoni është nëna e Larës në moshë dhe ajo është një bishë e vërtet, është një skiatore që nuk do donim ta kishim konkurrente atë ditë, po fati e ka që do jetë dhe i urojmë sukses sepse sportistët janë të gjithë barabartë, të gjithë kanë, ajo është në vendin e saj, bile sot tani po vi nga Cortina. Ekipi italian... Federica Brignone, se duket e gatrova fytesa. Federica dhe gjithë ekipi italian në këto momente po trenohej në pistën ku do zhvillohet gara. Ne nuk e kemi ata akses. Ata e mbajnë shumë të izoluar, sepse të njohësh pistën e garës, do të thotë që ti vjen me një avantazh shumë të madh.
Megjithatë, niveli larës, niveli i shifrin që është një amerikane, niveli i disa vajzave tjera nuk kanë, domethënë, diferenca shumë e vogël në njohjen e pistës ose jo. Zëjto që ka shumë gjëra që do doja t'i thoja, koha është e shkurtër, po ndoshta do të kemi mundësi edhe një herë tjetër për të folur për këto lëra olimpike dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë, po ajo që është e sigurt dhe përgatitet ndërkohë Cortina vazhdojnë, akoma nuk janë mbyllur të gjitha punimet për vendet që do të presin të gjithë pjesëmarrësit e lërave olimpike, sportistët, sepse janë 2900 sportistë që do të marrin pjesë në këto lëra olimpike, nga plot 90 shtete të botës. Por ka dhe disa kuriozitete tjera që unë nuk dua të ripa ju a thënë. Ceremonia e mbylljes do të mbahet në arenën e famshme të Veronës, pra për herë të parë në një amfiteatër romak mbi 2000 vjeçar. Milano Cortina synon të jetë ndër olimpiadat më ekologjike, me përdorim maksimal të impianteve ekzistuese, investime në transport publik me energji të pastër, duke minimizuar ndërtimet e reja. Dhe ne e dim që sapo të përfundoj olimpiada, do të ngrihen të gjitha ato ndërtimet. Cortina ka qenë mikpritse e lërave olimpike dimërore 1956, duke u bërë qyteti i parë italian që ka pritur olimpiadën dimërore dhe një nga pak qytete në botë që e pret olimpiadën për herë të dytë. Dhe në Milano Cortina 2026 do të garohet në plot 100 disiplina sportive. Janë shumë, jashtëzakonisht shumë. Janë shumë, por natyrisht është një sportet dimërore bëjnë një hond jashtëzakonshme, sepse janë sporte adrenaline, ose janë sporte patinazhi në akull, ose okej, ose të themi, ne si federat jemi pjesë edhe një disiplinë tjetër olimpike, po që fatkeqësisht aty nuk kemi shansin se vjetë u akredituam, ski mountaineering, ose i thonë skive malore, që ngjit malin me ski në krah, dhe ti zbret malit poshtë. Dhe të gjitha këto janë adrenalina që vetëm mali, bukuritë e natyrës që ne duhet i zhvillojmë, dhe qëllimi jonë kryesor është që në olimpiadën që vjen në Courchevel të Francës, bëhet në Francë, në vendin tjetër më të bukur të botës, Shqipëria, Lara do t'jetë maturuar dhe uroj ta kemi mes nesh, uroj që ekipi jonë t'jetë një ekip që shkoj me 10, me 20 sportistë. Ka që madhë është synimi? Se jo, bazat jam vënë, njohurit jam vënë, sot ne nuk kemi amatorë, qofse, e thash dhe në fillim, qofse në Pekin shkuam thjesht për pjesëmarrje, në lojrat e mëparshme kemi shkuar thjesht për pjesëmarrje, të shkosh si pretendent dhe ne të gjithë dhe ne drejtuesit dhe gjithkush ka mësuar se si menaxhohet, se si krijohet ekipe elitare për shkuar për të qenë pretendent, pra jo thjesht pjesëmarrje. Zëjto që kam edhe një pyetje prej gazetareje, sa e kushtueshme është pjesëmarrja e Shqipërisë në këto lojra olimpike? Është shumë e kushtueshme, sepse nuk është vetëm hypja në avion dhe arritja në gara, sepse për fat është afër, se zakonisht po të ishim në Pekin, vetëm bileta do ishin 20.000 euro, por përgatitja që ne kemi bërë, sepse nuk hyn dot për medaljen, ne kemi 2 vite e gjysmë që punojmë për këtë ditë. Dhe janë vetëm 2 gara, dhe aty ne duhet t'japim gjitha për gjitha. Dhe tani, unë po të them që neve, po të bëhen kalkulimet, Lara ka kushtuar më shumë se 1 milion euro, 1 milion e ca euro. Pra, për të qenë pretendent. A do kemi fat? Ju uroj me shpirt Shqipërisë, vetëstime, Larës, gjithkusht ne që jemi të përfshirë dhe çdo shqiptari të gëzoj në atë ditë. Shpresoj me zemër, ju uroj me zemër dhe besoj që këtë solidaritet do ta keni nga të gjithë shqiptarët që do t'i ndjekin lojrat olimpike, aq më tepër që zhvillohen në një vend që është kaq afër Shqipërisë, ndoshta me shpresën edhe për të shkuar në Cortina, edhe pse në këtë periudhë të vitit, sidomos duhet të jetë shumë i shtrenjtë. Unë po ju them vetëm disa parametra, hotelet janë mbi 2.000 euro nata. Domethënë hotelet fare të zakonshme, pra kanë arritur çmendurira, kaq e madhe është kërkesa për të shkuar në Cortina, po natyrisht dhe në një perimetër mbi 50 km, 60 km mund gjendet më lirë. Për të shijuar bukuritë e dolomiteve. Ju falenderoj shumë Zoe Toçi që ishit në studio, suksese në këtë rrugëtim që do të nisë në datën 6 shkurt
në Itali për ekipin shqiptar olimpik. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit juve. Nderuar televizionistë, ne kemi pak minuta publicitet, mos u largoni, do të rikthehemi sërish me rubrikën e përjavshme Një grusht librash, kësaj here bisedojmë me studiuesin Dritan Egro për të folur për një studim shumë interesant që ai ka bërë për Tiranën, zanafillën e kryeqytetit shqiptar. 3 jetët e një qyteti e ka titullin ky studim që na tregon se Tirana i ka rrënjët e saj të hershme nga fshati Zgërdesh, nga Albanopolisi i antik, i cili ndodhet në rrës të Krujës. Një rrëfim shumë interesant për të kuptuar priardhjen e kryeqytetit shqiptar. 3 jetët e një qyteti. Mos u largoni, ju falenderoj që na ndoqët, bashkë do të rishjemi sërish nesër me edicionin qendror të lajmeve. Mirupafshim. Faleminderit.